Kurse Tirana e troqi ekipin trajneri, troqi është trajneri mira i Nuhiu, por për mendimin tim këtë ndeshje domethënë nuk ju përshtat si duhet. Si Ilir Daja ja ka përshtat gjithmonë edhe me 8 veta, më 9 veta ka luajtur me Partizanin. Atë do të thënë 17 maj, ndeshja historike. Ndeshja historike kam parë atë ndeshje se me 9 veta dhe ka bërë ditë. Asë kohë isha gazetar më luaj Dinamon e kam bërë 2 faqe speciale. Ilir Dajës. Kam qenë dhe unë. Dhe mënyra si më ka shpjeguar me çdo detaj lëvizjet që ka bë, i ka pak në zhanrin e tij. Ai vetëm 4 veta dhe 2 ekran të luajtën me 6 veta dhe me Tiranën po të lutem me këtë variant loje, ai me 6 veta të luajtë, ato të ishin 10 veta bashkë me portierin 11, ai Iliri të fitonte. Mënyrën flas për mentalitetin, ose 6 peca mund të luajë. Por ai guxoi, manovroi dhe e lexoi lojën shumë mirë të kundërshtarit, duke bërë dhe 5 ndrime, duke zëvendësuar 2 lojtarët më të mirë të ekipit, që janë 2 qendrat, Mustafa dhe Guindo, 2 lojtarë që kemi golshënues, po s'po na bëjnë gola, se tash ka ardhur, s'po ambientohet mirë. S'po ambientohen mirë dhe ekipi është në një gjendje të tillë që ka bërë 5 ndeshje. Guindo ka kohë, po Ibrahim tani s'ka. Ka 5 ndeshje, vetëm 2 barazime, 3 humbje. Kështu që u përshtat mirë dhe kishte mundësi edhe pak minuta mund ta fitonte Dinamo. Për ndeshjet e tjera ishin të forta, ishin jashtëzakonisht edhe për sa i përket Partizanit dhe sa i përket Vllaznia Mërore. Për këtë që tha. Jo, për Tirana Dinamo do thoya do të pa momenti psikologjik i ndeshjes. Pra, është shumë i rëndësishëm për përgatitjen e një ndeshje. Dinamo vinte nga 4 ndeshje pa shënu gol, edhe pa fitu. Tirana vjen me 4 ndeshje me 3 fitore e 1 barazim. Pra ana psikologjike ishte shumë favor Tiranës. E nis ndeshjen me gol që në minutën e parë. Në avantazh. Shkon 1-0 dhe minutën 26 ka dhe një lojtar më shumë. Pra gjithë faktor. Humbet dhe penaltin Dinamo. Humbet dhe penaltin Dinamo një faktor tjetër. Pra gjithë faktorët duhet logjikisht duhet shkonin në favor të Tiranës, por shkuan në favor të Dinamo. Pra Dinamo po t'i ndrojmë Farnella ose emrat, Dinamo u bë Tiranë, kuptimi që u bë grintoze. Shahist më mirë Daja dhe me një gur më pak. Dhe është një ndeshje model për Dinamo sepse edhe Dinamo kishte oscilacione, kishte kohë që nuk po luante mirë dhe skuadra kanë nxjerrë nga brenda atë që ka, që inati që kanë nga dhe edhe me një lojtar më pak kanë bërë më shumë, kanë vrapuar më shumë, kanë rrezikuar më shumë dhe nuk do ishte çudi dhe po ta kishin fituar ndeshjen. Ma trajtoj, është ky po bëj pyetjen, pastaj nuk e di nëse ke koment për ndeshjen në përgjithësi të Tiranës dhe Dinamon. Janë element tregues këto që Tirana në 2026-ën ka fitore, barazime dhe asnjë humbje në kuptimin për të lënë pas fundin që aktualisht e ka lënë, është në vendin e 8.